Me shumë respekt për gjithë profesionistët të drejtës, dua të nënvizoj qartësisht arsyet pse qeveria e kërkon dhe kërkon sot këtë ndërhyrje në kod. Dhe arsyeja pse besoj që edhe amendamenti përmban. Një njëjtën diskutim kemi bërë kur kemi ndërhyrë në kod për energjinë, të njëjtën oponencë dashamirëse, profesionale, juridike kemi hasur nga njerëzit e fushës, rezultatet i keni përpara syve. Dhe jo vetëm rezultatet i keni përpara syve, por mund t'ju them se qoftë për vendosjen e qartë në kodin penal, se vjedhja e energjisë nuk parashikon më asnjë lloj dënimi tjetër përveç ndalimit dhe ndëshkimit me burg, por edhe një tjetër ndërhyrje që ne kemi bërë lidhur me kalimin e inspektoriatit të ndërtimit nën autoritetin e Ministrisë së Brendshme, janë dy masa që sot po merren dhe do të adoptohen dhe në legjislacione të tjera në vendet rajonit që nuk kanë absolutisht të njëjtën problematik kaq të tmerrshme sa që kemi ne, qoftë me energjinë, qoftë me shkatërimin e territorit, por që sidoqoftë e kanë hasur dhe hasin këtë problem dhe nuk kanë arritur do të ta zgjidhin, as me gjoba, as me këshillime dhe as me masa të tjera të ndërmjetme. Të njëjtën çështje konceptuale kemi hasur edhe kur është kërkuar rëndimi i gjobave për shkeljet në qarkullim. Të njëjtin debat kemi bërë edhe për shkeljen e semaforit. Ndërkohë, mjafton të shikoni tendencën e përgjithshme në vende që kanë një problem të madh me lishmërinë për të kuptuar se ata që kanë avancuar në drejtimin e duhur, kanë avancuar duke i rënduar sanksionet shumë më tepër se sa që kemi rënduar ne. Vetëm përpara pak ditësh në parlamentin e një vendi fqinj është miratuar gjoba me 800 euro për përdorim e fishek zjarreve. Dhe dihet pse, të gjithë ne kuptojmë se ku e kanë pasur hallin, edhe pse në shpërdorimin e fishek zjarreve besoj që ata nuk na e kalojnë ne. Ndërsa, për sa i përket pastaj krahasimit me vendet e Bashkimit Evropian, është krahasim tërësisht i pamundur. Në qytetet tona, po të bëjmë një dallim mes volumeve të ndërtimit me leje dhe volumeve të ndërtimit pa leje, në ndërtimet me leje, është një rezultat katastrofik. Janë miliona metra katror të ndërtuara në qytetet e Shqipërisë nga Tirana dhe në çdo qytet tjetër ku ndërtohet jashtë lejes. Në Bashkimin Evropian, projektuesi mban drejt për drejt përgjegjësi në rast se e drejta e tij e autorit mbi lejen shkelet nga ndërtuesi. Dhe pa certifikimin e projektuesit nuk mund të bëhet asgjë. Ndërkohë që projektuesi ka detyrimin që të vëri në alarm autoritetet përkatëse sipas rastit se kanë autoritetet ndryshme vende ndryshme në momentin kur investitori bën shkeljen më të vogël të lejes. Thënë gjitha këto,
unë besoj se ne nuk jemi sot në kushtet kur mund të bëjmë një diskutim konceptual dhe as kur mund të flasim sikur jashtë salës të parlamenti zhvillohet një jetë normale në dyja këto drejtime. Për energjinë besoj që s'kemi më qa diskutojmë sepse, si që thash, rezultatet e këtyre javëve janë ulëritse për sa shumë kohë kemi humbur dhe për sa shumë para kemi humbur, duke ndërhyrë nuk e di se sa herë në legislacion dhe duke bërë rritje të papërfillshme gjobash. Për sa i përket e përsëris ndërtimeve pa leje dhe vazhdimit pa leje të një ndërtimi me leje, është koha që ne të marrim një vendim të qartë dhe të prerë në mënyrë që t'i hapim rrugë me njëherë edhe procesit të ndërtimit me leje. Nëse do të bëjmë këtë, atëherë do të ndajmë qartësisht epokën e deri sotme, kur ju siguroj lejet e dhëna në Republikën e Shqipërisë dhe të zbatuara pik për pik si pas vullnetit të autoritetit që ka lëshuar lejen, nuk janë më shumë se kishtat e dy duarve. Si në të gjitha fushat e tjera, edhe në këtë fush, Shqipëria ka dështuar në mënyrë spektakolare në implementim, në zbatim të legislacionit dhe në zbatim të kushteve të parashikuara nga dokumentacioni ligjor. Nuk ka, po ju them, më shumë se gishtat e dy duarve, leje ndërtimi në Republikën e Shqipërisë të zbatuara pik për pik si që ka dhënë autoriteti që lëshon leje. Ndërkohë që nuk ka në vendet e Bashkimit Evropian, përjashto në një vend rreth rrotull nesh që ka vuajtur gjatë nga abuzivizmi në këtë sektor, leje ndërtimi që të zbatohen duke shkelur kushtet e lejes. Dhe sankcionet për shkelje jo me kate, si që bëhen në Shqipëri, po për shkelje që në Shqipëri as nuk janë llogaritur në njëherë, që kanë bëjmë me sistemet e sigurisë, për shembull, jo vetëm që shkojnë në burg, shumë vetë, por nuk ka asnjë shans që ndërtesa të vihet në funksion. Ne jemi shumë larg asaj bote, po ndërkohë kemi sot domosdoshmërinë që të ndalim hemoragjinë e tmerrshme me cilën është përmbytur Shqipëria vitet tëra. Ka një frenim të konsiderueshëm, kjo është e vërtet, por nga ana tjetër është e padiskutueshme që nëse ne nuk sankcionojmë me ndëshkime të qarta shkeljet në ndërtimet me leje, në momentin e parë që do të rifillojë normalisht dhënia e lejeve, fenomeni vetëm do të vazhdojë. Është spektakolar bumi i shkeljeve në ndërtimet me leje pas një vendimi të marrë nga ky parlament, po në një nga legislaturat e kaluara, kur në vend se të sankcionoheshin ashtu siç u kërkua atëherë nga shoqata e bashkive, ndërtuesit cilët shkelnin lejen, u bën disa gjoba qesharake që ishin shumë më pak se sa kostoja e metrit katror, dhe që ishin në fakt incentivi më i tmerrshëm për të rritur numrin e shkeljeve dhe për të rritur volumet e ndërtimeve pa leje. Në qoftë se dikush do të merrte dhe të studionte dhe pastaj mbi bazën e atij studimi të ndërtonte, duke u nisur nga lejet e dhëna
nga Bashkia e Tiranës një Tiranë virtuale në kompjuter dhe pastaj ta krahasonim me Tiranën reale, janë miliona metra katror të tepërta, të ndërtuara duke marrë si sebeb lejën e ndërtimit. Dhe pastaj ose të legalizuara me një çmim qesharak, 4.000 lek për metër katror u vu atere, ose të pa legalizueshme për shkak se shkelin të gjithë drejtat e pronarëve rreth e rrotull. Kështu që unë e mirëkuptoj plotësisht shqetësimin, por është një shqetësim që nuk vjen në kohën e dur dhe s'ka lidhje fare me Shqipërinë që ne sot duhet të fusim në rrugën e dur dhe po nuk e futëm në rrugën e dur në këto dy drejtime me energjinë dhe me territorin, kemi një situatë pasigurie totale, qoftë për të drejtat e pronës, qoftë për drejtat e qytetarëve dhe të komuniteteve, qoftë për ambicet e investitorëve dhe kështu me radhë. Dhe për më tepër, pastaj, besoj që sanksionet e propozuara janë sanksione në këndvështrimin tim minimale, sepse bëhet fjalë për njerëz që jo në gjak të nxehtë, po në grup, me muaj tërë, edhe me vite, për qëllime fitimi, abuzojnë në mënyrë skandaloze me një të drejtë të marrë duke shkelur të drejtat e tjerë. Dhe mjafton që të mos i shkelin të drejtat e tjerëve dhe këto sanksione qëndrojnë aty dhe nuk përdoren për askënd. Në 2 apo 3 javët e para të futjes në fuqi të sanksioneve për vjedhjen e energjisë elektrike, pati një numër të lartë arrestimesh. Ky numër sot është minimal. Ndërkohë që numri i marrëveshjeve që njerëzit lidhin me OSSHE-n me vullnetin e tyre për të mos qenë më jashtë sistemit, ka arritur në një mesatare 2.000 në ditë. Ndërkohë që deri para 6-7 muajsh, 2.000 marrëveshje në muaj quheshin një objektiv i egzageruar dhe i paarritshëm. Janë 2.000 marrëveshje në ditë. Dhe pjesa dërmuese e këtyre marrëveshjeve, që po shkon duke u shtuar, janë marrëveshje që bëhen me vullnetin për të paguar drejt për drejt principalin. Tani nëse dikush këtu mendon që kjo nuk ka lidhje me sanksionet, është në drejtën e tij, po unë kam mendim tjetër. Unë besoj që përveç gjithë masave tjera të marra, në bazën e këtij ndërveprimi të fortë dhe gjithmonë më konstruktiv, është vullneti i Parlamentit i shprehur në ashpërsimin e sanksioneve dhe në heqjen nga sanksionet për vjedhje energjie të gjobës. Ky është fakti. Ju siguroj që të njëjtin efekt do të marrim menjëherë sapo të sanksionojmë pa masat ndërmjetme që bëhen shkak për korrupsion dhe për pazare me gjykatësit, edhe ndërtimet pa leje apo shkeljen e ndërtimeve me leje. Dhe ky sanksion na jep mundësinë që menjëherë, duke filluar nga janari, ne të rishikojmë vendimin që morëm për të ngrirë aktivitetin e njësive vendore lidhur me dhënien e lejeve, sepse
nuk kam shans në këndvështrimin tim, koha do aprovoj, që mbi lejet e dhëna të ketë abuzime si ato që kanë vazhduar dhe që vazhdojnë edhe sot e gjithë ditën, edhe pse shumë të reduktuara. Ndërkohë, edhe një gjë të fundit, duke u sjell në mënyrë akademike me këtë kancer që e ka ngrënë nga të katër anët Shqipërinë, ne nuk kemi bërë asgjë tjetër veç se kemi rritur në mënyrë eksponenciale faturën e njerëzve të ndershëm në raport me shtetin dhe me ligjin. Dhe kemi rritur në mënyrë eksponenciale vetë faturën që ka shtetin kurris në raport me sa mira e 10 mira e 100 mira njerëz janë sot ose të dhunuar dhe të privuar nga drejta e tyre mbi pronën e tyre, ose të dhunuar dhe të privuar nga drejta e një bashkëjetese normale në komunitetin e tyre për shkak të kësaj sëmundje që i ka bërë hipertrofike ngrehinat e ngritura mbi lejet e dhëna. Kështu që unë do kërkoja mirëkuptimin e të gjithëve për ta kaluar këtë amendament dhe për t'i dhënë mundësi nga njëra anë gjithë njerëzve që duan ndërtojnë brenda rregullave që të mos jenë të penguar, siç kanë qenë të penguar me vetdije nga ana jonë në këtë fazë, për të frenuar ndërtimin e paleje dhe për t'i dhënë një mesazh të qartë dhe pa ekuivok gjithë industrisë së ndërtimit, që është zemra e këtij shkatërrimi kolosal që është bërë vendit. Dhe kështu nuk do kemi më as problematikën që është reale të njerëzve që ndeshen me ligjin edhe për ndërhyrje minimaliste, por që vinë si pasojë e nevojës për t'i dhënë në radhë parë frenim hemoragjisë së vazhdueshme në territor. Besoj që këto sanksione, dhe jam i bindur që këto sanksione duhet përdoren minimalisht në mos hiç fare, sepse mjafton qenia e tyre në kodin penal për t'i dhënë fund kësaj historie. Dhe mos harrojmë që në kodin penal sot ekziston ndëshkimi me heqëlirie për ndërtimin e paleje. Dhe ekziston prej kohësh. Por nuk është përdorur asnjëherë për shkak se i është lënë një spektër të jashtëzakonshëm abuzivizmi, gjykatave të korruptuara dhe për shkak se i është dhënë një mundësi e jashtëzakonshme përfitimi dhe korruptimi të gjithë atyre që për këto dëme në një vend tjetër të Bashkimit Evropian apo të rajonit, jo vetëm që do ishin ndëshkuar me heqëlirie, po do kishin humbur përgjithmonë të drejtën e ushtrimit të atij aktiviteti. Nëse një projektues dhe këtu përfundoi në Bashkimin Evropian bëhet palë në shkeljen e një leje ndërtimi, humbet për gjithë jetën të drejtën që të ushtrojë profesionin e tij. Jam 100% dakord, unë mbrojta qëllimin, nuk mbrojta formulimin dhe besoj që kjo është dhe mënyra se si duhet ndërveprojë qeveria me Komisionin e Ligjeve. Komisioni i Ligjeve është aty për të mbrojtur deri në fund pikpamjet e veta dhe për të formuluar drejt siç duhet çdo dispozit, pa deformuar qëllimin për cilin qeveria paraqet një projekt apo një dispozit. Kështu që 5 minuta 10-15, absolutisht dakord, thjesht dhe vetëm të mbrohet ky qëllim. Pastaj formulimi është i tëri kompetencë juaj. Spari, faleminderit për vërejtjen
nuk është origjinale sepse ka kohë që e bën me zët lartë dhe me zhurmë të madhe opozita për përdorimin më tepër se ç'duhet fjalës burg, por unë dua që çdo gjëje t'i vë fjalën që ka. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për të futur në burg që ditën e parë dikë që ndërton pa leje. Këtu bëhet fjala për t'i dhënë fund një historie që vazhdon jo prej një dite, por prej 25 vjetësh. Është një çerek shekulli i humbur që praktikisht i ka hequr Shqipërisë të drejtën dhe mundësinë bashkë me 50 vjet tjera edhe ato të humbura, bashkë me ato 5 vjet përpara ato të humbura, që të ketë shekull 20. Kështu që unë s'kam asnjë kompleks të përdor fjalën burg kur bëhet fjalë për t'ju kthyer lirinë dhe të drejtën atyre që pikërisht sepse e kanë zbatuar ligjin, pikërisht sepse nuk kanë guxuar të vënë një tull as në tokën e tyre pa leje dhe nuk kanë pas mundësi ta marrin lejen në çerek shekulli, sot kanë humbur tokën e tyre, sot kanë humbur mundësinë që jetojnë normalisht me familjet e tyre në komunitetet ku jetojnë dhe sot kanë humbur mundësinë që të ndjehen mirë pse janë qytetarë që respektojnë ligjin. Dhe përballë këtij kanceri, unë vetë nuk shoh mundësinë e një terapie tjetër përveç një terapie intensive dhe radikale. Dhe përsëris, këtu nuk ka asnjë shpikje, ky është kodi penal i Republikës Shqipërisë dhe në kodin penal të Republikës Shqipërisë, nuk e di, i vitit 2011, pra jo i pas 23 qershorit, ka një nend që thotë, ndërtimi i palishëm i një objekti në tokën e vet dënohet me gjob ose me burgim deri 1 vit. Po kjo vepër e kryer në tokën publike ose shtetërore, apo në tokën e tjetrit, dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Sa ndërtime janë bërë që nga viti 2011 deri para pak kohësh kur ndodhi një frenim i konsiderueshëm, qoftë në tokën e vet, qoftë në tokën e tjetër apo në tokën shtetërore, dhe s'ka një rast vetëm, ku ky kod penal i Republikës Shqipërisë të jetë zbatuar duke shprehur gjykata vullnetin e këtij kuvendi. E njëjta situatë, eksaktësisht e njëjta situatë, ishte me energjinë. Me gjob ose me kudion. Shikojeni vetë atë që po ndodh sot. Siç të gjithë e dim atë që ka ndodhur deri dje. Asnjë i dënuar për vjedhjen e energjisë elektrike. Dhe borxhi i ngarkuar mbi të gjithë ata që e kanë paguar rregullisht energjinë elektrike, 1.1 miliard dollar i akumuluar në 20 vite, kuptohet. Kështu që këtu s'bëhet fjalë për t'u kapur mbas fjalës, as për t'u tërhequr nga marrja e një hapi të domosdoshëm, duke u nisur nga rasti i 1, 2, 12 apo 42 njerëzve që ju ka rënë çatia apo ju ka rënë muri. Dhe për shkak se ju ka rënë çatia apo muri, janë përballur me forcën frenuese
ndërkohë që nuk ka asnjë, absolutisht asnjë, dhe kjo është e ditur për shkak se unë jam marrë vetë personalisht, sa herë kam pas një ankesë për raste të tilla, që një individ i tillë të ketë përfunduar në burg, dhe sepse nuk është e arsyeshme. Dhe këtu nuk, por duhet dallojmë shumë qartë edhe herë tjetër atë që kemi trashëguar me atë që duam të lëmë pas ne në këtë proces qeverisës dhe me atë që duhet t'u japim njerëzve. Dhe pikërisht për atë që duhet t'u japim njerëzve, ne s'kemi asnjë arsye pse të kompleksohemi përballë nevojës për të marrë masa që në vende të ngjashme me ne kanë dhënë rezultatet që ne duam të kenë edhe këtu. Ndërkohë që smundjet tek ne janë shumë më të rënda se sa në ato vende. Po jo përsëris që janë dy vendet rajonit që kanë quar ekspert për të konsultuar me ne, duke kërkuar të shikojnë edhe rezultatet, qoftë për aksionin apo operacionin me energjinë elektrike si pasojë e rëndimit të sanksioneve, qoftë me kalimin e Inspektoratit të Ndërtimit nën ombrellën e Ministrisë së Brendshme. Të dyja masa që ndoshta në një vend tjetër mund të ishin të pazakonshme, por këtu kemi një situatë të jashtëzakonshme. Dhe përballë kësaj situate të jashtëzakonshme, ne nuk mund të tregojmë gishtin kur gishti tregon hënën. Ne jemi të detyruar të veprojmë dhe të veprojmë me shpejtësi. Për sa i përket formulimit, unë e thash dhe herë tjetër, mbrojta formulimin, jam absolutisht dakord që për çfarëdo qoftë duhet formuluar konform teknikës nevojshme juridike, u takon juristëve ta bëjnë. Por qëllimi është i qartë dhe rëndësi ka që formulimi t'i përgjigjet qëllimit. Në momentin që ne vendosim këto sanksione, na jepet mundësia që me njëherë të vijemi në lëvizje për të çliruar qoftë industrinë e ndërtimit, qoftë edhe të gjithë ata që kanë nevojë për të pasur leje për të bërë ndërtime apo riparime sipas nevojës, sidomos në zonat rurale ku këto nevoja janë të përditshme. Sepse shkalla e mundshme e abuzimit me fjalën riparim, ne kemi pasur rast të shikojmë gjyqe spektakolare ku nën termin riparim janë shpallur tërësisht pafajshëm ndërtues që janë vënë përpara përgjegjësisë nga rajon në të shkuarën dhe pastaj kanë dalë pa lagur bashkë me katin shtesë, sepse nuk e kishin për shtesë, po e kishin për riparim. Dhe i është dashur të bëjë një kat shtesë lart që të riparojnë themelet poshtë. Kështu që është fare thjesht, s'ka asnjë shpikje dhe asnjë tendencë për të egzageruar asgjë, ndërkohë që ajo që kemi jashtë muret parlamentit është mijëra herë më e egzageruar se sa çka ne bëjmë këtu apo përpiqemi të bëjmë këtu në raport me nevojën për ta përballur dhe për ta zbutur maksimalisht atë egzagerim. Kështu që jemi në dispozicion për votuar formulimin që juristët shikojnë më të arsyeshmin duke i qëndruar deri në fund qëllimit. Qëllimin besoj e shpreha shumë qartë. Faleminderit.